Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte mosmarrveshje ndonjëherë me bashortët, se jeta e përditshme i ka këto gjëra. Nuk ka jeta e përditshme gjithmonë dashuri 100%. Ka momente që njeriu grindet, ka momente që njeriu ka qef mbetje. Po kjo grindje apo kjo qef mbetje nuk do thotë prishet ky institucion kaq i madh me një grindje që mund të ketë midis çiftit. Dhe na ka treguar profeti alayhi salatu sallam që ka pas me bashortën e tij, po nuk ka shkuar çështja deri në prishje. Prandaj Islami ka vendosur disa rregulla që për ta ruajtur këtë institucion, se kush janë këto rregullat me qëllim që mos prishet. Jo njeriu të martohet edhe themi, ore, ti je para përgatit për këtë gjë, jo s'jam përgatit, po mendoj se gjë e bukur, fillon, siç e fillon, kalon ca ditë dhe e prish prapë. Pse sa ai nuk është i përgatit për të përballuar ose për të marrë këtë sakrificë të rrugës së këtij institucioni të madh që është martesa. Gjithashtu, në një hadith profeti alayhi salatu sallam i drejtohet një sahabit nderuar për treguar që ai ishte i martuar, po u martuar me një grua e cila kishte qenë e martuar. Dhe ai kishte disa motra që i kishte në përgjithësi. Dhe kur i tha profetit alayhi salatu sallam u martova me këtë grua e cila kishte qenë një herë e martuar, e pyeti profeti alayhi salatu sallam pse? Thotë i dërguari i Allahut, është grua e pjekur dhe më ruan motrat e mia dhe kujdeset për ta. Dhe ai sakrifikoi duke marrë një hap të rëndësishëm në jetë për çfarë? Për të ruajtur familjen dhe për ta zhvilluar dhe për ta edukuar atë. Pra që do të thotë se martesa ka sakrificë brenda për të ruajtur ato vlerat e familjes. Nuk është qëllimi i familjes që njeriu thjesht unë dëshiroj të kem një dëshirë momentale dhe pastaj prishet. Jo, jeta familjare është e gjatë, ku njeriu mendon dhe martohet për të qenë gjatë gjithë jetës bashkë dhe duke shpresuar dhe menduar dhe besuar se do të jetë edhe pas vdekjes pra për xhenet. Kjo lloj jete e gjatë do të thotë që njeriu duhet kuptojë se do të pranojë dhe sakrificat.